Faleminderit kryesus. Ministri Komi parë është ngrit një temë aktuale në mediat e Kosovës se ju në Gjilan keni një ordinancë private e cila është e regjistruar në emrin tuaj, po e cila ordinancë asnjëherë nuk ka qenë e licencuar në Ministrinë e Shëndetësisë. Çka mund të na thoni për këtë temë? Zoti Ministër. Faleminderit kryesus, edhe kjo çështja e ordinancës time është në kontekstin e asaj çka thash më herët që stërmallohen çështjet edhe është hulumtuar rast edhe nga antikorrupsioni dhe është krejt okej. Ju garantoj që nuk ka kur gjë, vetëm ju më them me sinqeritetin më të madh që më vjen keq për pacientëve të cilët më kanë kontaktuar dhe kanë pas dëshirë të marrin shërbime shëndetësore nga unë dhe unë prej 2008-s nuk kam punuar në atë ordinancë. Për shkak të pamundësisë së licencimit të ordinancës, sepse profesioni im, mjeku emergjencës, nuk parashihet në praksën private. Edhe pyetja ka qenë pak më ndryshe, po ju them që nuk punoj privat. Ka prej 2008-s, ju falenderoj. Faleminderit. Pyetje shtesë, zonja Kadriaj. Faleminderit, Ministër, për informacionin. Kjo për një kohë gjatë është bërë temë edhe nëpër mediat sociale, megjithatë ju keni punu dhe po rezulton që ju për aq kohë sa keni punu, keni qenë një shkelsi i ligjit, sepse keni punuar duke shkel ligjet e Kosovës, nuk e keni licencuar ordinancën, dhe si mund t'ju besojmë tani që ju në cilësinë e ministrit që jeni njeriu që duhet t'i respektoni ligjet dhe t'i shtyni të tjerët në respektimin e ligjeve, do t'a bëni këtë punë. Rregull, zonja Kadriaj, e fundit pyetja për Isa Mustafa.